Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu të cilit i ka zbrit Kur'ani, vet personi që i ka zbrit Kur'ani, me kujdesin maksimal për mos me harru, sa që e ka shpejtue gjuhën shumë shpejt, me përsërit shumë atë që për ja thot Gjibrilit derisa e ka thonë Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, mos u gut, se une kome ta mësua Kur'anin edhe ta bëj mos me harru, mos u gut, to lexue. Lexoje kadal. Do thonë ky është kujdesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me mësua Kur'anin më shpejt. Tu shpejtue se për hifzi, mësimi përmensh bëhet duke përsërit. Nuk e din një ajet, lexoje 100 herë e mëson. Nëse s'e mëson me 100 herë, lexoje 200 herë e mëson. Do thonë mësimi përmensh bëhet duke përsërit, kjo rruga. Kurse nxjerrja e dispozitave bëhet duke i analizuar argumentet, ka dallim prej diturisë edhe hifzit, ka dallim. Dituria është diçka tjetër, hifz është diçka tjetër. Më bo hafiz, bo zhvit se ke përsërit shumë, lexo mësu. Kurse dituri është me njoft, me analizu, me dit shumë argumente dhe me njoft nxjerrjen e dispozitave prej atyre argumenteve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për më mësu Kur'anin përmend, mos me harrue e shpejtonte shumë përsëritjen dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë jo kështu. Mos u gut se une e kam dhënë veti detyrë me ta zbrit Kur'anin edhe me ta dhënë zemra dhe me ta dhënë sqarimin e tij. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kërkon personi që veti ka zbrit shpallja, sa kujdes ka pas mos me harru Kur'anin. Në transmetim të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo vit, një herë në vit e ka përsërit Kur'anin me Gjibrilin. Shqoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë, një herë në vit e ka përsërit Kur'anin me Gjibrilin. Ja ka thonë Gjibrilit Kur'anin me ja thonë. Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas me ja mësu Kur'anin Gjibrilit. Na kur e përsëritmi